Tjetër dua të ftoj në komunikim të drejtë për drejtë me krejtësi kolegën tonë i cili vepron dhe kontribuon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të realizuar një komunikim virtual me debati, zoti Flamur Vezaj, gazetar, kolegu ynë prezantuesi podcastit Ma Shqipëria flet nga Shobat sonte. Mirëmbrëma dhe mirësevini zoti Vezaj. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit që bët pjesë e kontributit për debatin e kësaj mbrëmje. Unë e di që jeni rifreskuar me informacion dhe shumë vigjilent për atë çfarë po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurisht që dhe komunikimi që keni është më i afërt dhe njohuria është e tillë. Çfarë po ndodh në orët e fundit? Ajo që unë lexova para se të futesha në studion e debat ishte prezenca e Donald Trump në Situation Lublin për atë çfarë mund të ishte një vendimarrje për kundër përgjigjen e ardhshme. Këshilli i Sigurisë Kombëtare dhe ndoshta një mbledhje urgjente e kësaj dhome mund të informojë botën çfarë ndodh për çështja orësh në Iranin dhe Izraelin. Cilat janë informacionet e fundit të cilat keni arritur t'i aksesoni? Në fakt, vetëm pak orë më parë ose pak minuta më parë është realizuar një sulm me raketa nga Irani në bazën ushtarake të amerikanëve në Katar. Si pasojë e këtij sulmi, të cilat janë të gjitha raketat janë interceptuar dhe rrëzuar, qoftë nga autoritetet e Katarit apo dhe flota detare që ndodhet në atë zonë, lindje në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Presidenti ka thirrë mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për të pasur çfarë vendimmarrje do ketë për në ditët në vazhdim. Edhe nuk ka një përfundim të këtij këshilli apo një deklaratë zyrtare nga Shtëpia e Bardhë, e cila besoj që në momentin që mbaron ose përfundon mbledhja do ketë një deklaratë apo një njoftim se çfarë do të bëhet, ose mund të ketë edhe ndoshta edhe një reagim nga vetë presidenti Trump në rrjetet e tij sociale. Ajo se çfarë tashmë është bërë e ditur është fakti që Izraeli i është përgjigjur në një farë mënyrë Iranit me pasulmeve në bazën ushtarake në Katar, ka sulmuar tani në këto orë, do themi pak minuta më parë, drejt Iranit disa baza ushtarake nga cilat mendohet edhe që mund të ketë pas nisjen e këtyre raketave apo të ardhmë në Jemeni. I është përgjigjur dhe autoritetet amerikane këtu njoftojnë që sulmi ose kundra sulmi është nga Izraeli dhe jo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra në çdo moment mund të presim ndoshta edhe përfundimin e mbledhjes së Këshillit të Sigurisë ku edhe mund të ketë një deklaratë apo një njoftim për shtyp. Në qoftë se më lejon mund të bëj një tip përmbledhje ndoshta edhe nga ato si çfarë tha kolegu parafolës. Ajo që është e vërtetë është se presidenti Trump është më retorik dhe më agresiv ka qenë në qëndrimet e tij në rrjetet sociale në krahasim me dy, po themi zëvendësin e tij J.D. Vance, të sekretarin e mbrojtjes, të cilët dhe generali gjithashtu kanë këmbgulur që kjo nuk është një sulm për ndryshuar regjimin, por është një sulm kundër reaktorëve bërthamor apo pasurimit të uraniumit. Në fakt, mediat këtu e kanë komentuar këtë si një kontradikt ndaj presidentin dhe J.D. Vance apo dhe personat e tjerë, duke i cilësuar, qoftë gjithmonë media e majt, duke i cilësuar si të pavendosur ose të parakurduar me njëri tjetrin, por duke qenë që presidenti Trump njihet me këto agresivitetet apo retorikat e tij në rrjetet sociale, edhe kjo mund të kalojë si pa zhurmë. Ajo çfarë tashmë dihet në Kongres, 12 veteranë të ushtarak të cilët janë Kongres kanë marrë një iniciativë për të bërë një projekt ligj për war powers, për të reduktuar ose kufizuar autoritetin e presidentit në lidhje me rastin e sulmeve ushtarake. Kjo është tashmë një iniciativë e marrë nga 12 veteranët ose 12 kongresmenët që janë veteranë të luftës dhe janë të krahut të majt, por mvaret se sa do ketë mbështetje nga pjesa tjetër e Kongresit, ku dihet tashmë që Kongresi shumicën e kanë republikanët. Ajo çfarë është e ndarë këtu tashmë e dim, pak a shumë janë thënë edhe në media kanë dalur, edhe Kongresi vetë është i ndarë. Po themi edhe pjesa e republikanëve është një pjesë e caktuar, është e ndarë, demokratët gjithashtu janë të ndarë, liberalët po themi janë ose progresistët kanë arritur deri në atë pikë Cortez apo Sanders kanë kërkuar mocion mosbesimi, duke kërkuar për shkarkimin e presidentit Trump. Ndërsa Sanders i ka quajtur një rrezik të madh sulmin që është bërë dhe ndihmën që është dhënë Izraelit. Ndërkohë nga ana tjetër, pjesë të republikanëve, të cilët janë më agresivët, po themi, e kanë mbështetur këtë iniciativë duke cilësuar që kjo është e nevojshme. Dhe kjo është një gjë që duhet bërë me kohë, pavarësisht që 4 presidentë të tjerë nuk e kanë bërë. Por edhe brenda republikanëve, për shembull, ka izocentristët janë pak më të zbutur në një farë mënyrë, kanë kërkuar që të jenë
si thua të përdoret diplomacia dhe për të pasur cili mund të jetë rezultati i mëtejshëm. Brenda republikanëve pavarësisht se mund të ketë divergjenca mes palëve, duket se që në fillesat e këtij konflikti kur u fol për një ofensivë të mundshme amerikane, kur ajo ende nuk ishte bërë realitet atashimi dhe bashkimi me Izraelin, edhe republikanë dhe demokratë masivisht ishin kundër ndërhyrjes dhe ishin pro përdorimit të kanaleve diplomatike amerikane, duke shërbyer ndoshta dhe si mediator. Por megjithatë, nëse më folet për iniciativë të disa prej veteranëve për të reduktuar kompetencat dhe autoritetin e presidentit në këtë rast Donald Trump, është e nevojshme të ketë një iniciativë të kësaj natyre, ndërkohë që kushtetuta amerikane parashikonte me saktësi të plotë që ndërhyrja amerikane mund të bëjë, edhe pse nuk ndodhi kështu në episodin konkret për cilin po flasim, vetëm në rast se do të kishte cënim të drejtë për drejtë të shtetit amerikan. Pra, a do duhet të ketë reduktim të kompetencave, ndërkohë që vendimarrja i takon Kongresit sido që të jetë, duke përjashtuar momentin e emergjencës, pra asaj që mund të quajë një ndërhyrje imediate. Demokratët kanë marrë iniciativë tashmë në Kongres, të cilët kërkojnë të kufizohet fuqia e presidentit në rastet konkret. Është shumë e vërtetë ajo që thoni që kushtetuta e ka specifike që në qoftë se duhet të ndërhyjet ose të shpallet luftë ndaj një vendi tjetër, duhet patjetër të merret leja ose miratimi nga Kongresi. Në këtë rast presidenti nuk e ka marrë këtë leje, çka që ka shtyr, po themi ato kongresmenët dhe kongresmenja Cortez dhe senatori Sanders të marrin iniciativën duke kërkuar edhe impeachment ndaj presidentit. Por sa do të realizohet kjo është shumë e vështirë për shkak se Kongresi ka një shumicë të konsoliduar republikanëve, gjithashtu dhe Senati është e njëjta gjë. Pavarësisht qëndrimeve para sulmit, po themi të gjithë që ishin që mos të ndërhyjet ose të ndërhyjet selektivisht një pjesë e caktuar e atyre të cilët mbështesin idenë e presidentit Trump. Pjesa e magas apo edhe personazhe të cilët janë ndihet që kanë ndihmuar presidentin Trump për të ardhur në pushtet si Steve Bannon apo Tucker Carlson, këta kanë qenë kategorik në fakt në pjesën e magës, duke kundërshtuar ndërhyrjen, duke quajtur një rrezik, ndërsa Tucker Carlson ka njoftuar ose ka shprehur deklaratë që kjo po shkel premtimin vetë presidentit Trump që Amerika është e para, pra duke ndërhyrë në një shtet tjetër për llogaritë një shteti tjetër. Pra edhe brenda republikanëve kanë qenë të ndarë, por në thelb që është e vërteta, opinioni publik ose opinioni i mbar amerikan është patjetër në mbështetje gjithmonë të Izraelit, pavarësisht ndërhyrja apo jo. Ajo çfarë këta kanë kundërshtuar ose në mbështetje të Izraelit dhe asaj çfarë Izraeli ka të drejtë të bëjë për të mbrojtur shtetësinë edhe veten, po themi integritetin e tij, apo edhe në mbështetje të një plani ofensiv të mundshëm amerikan. Diçi Amerika ka traditë sondimet edhe matit, prandaj duhet ju pyesja, çfarë besoni janë realizuar të tilla populli amerikan? Janë pro-Izraelit si qënsi, pra si mbrojtje, apo janë pro një ofensive ushtarake e cila është ndihmuar edhe nga artilleria amerikane? Shiko, kanë dalë tashmë dy sondazhe. Një sondazh nga mediat republikane, të cilat i kanë po themi intervistuar personat që janë pra magas ose militantët partijak të mbështetësit kryesor të zotit Trump. Sipas mediave republikane thonë që mbështetja nga maga është 70 deri 80% për pro sulmit të cilët e kanë ndërmarrë presidenti Trump. Ndërkohë nga ana tjetër mediat e majta, të cilët pretendojnë që kanë bërë të njëjtin sondazh ndaj personazheve të cilët ose militantëve të magës, thonë që është një qëndrim i tyre për 70% kundra ndërhyrjes amerikane në këtë sulm. Ndërsa mediat e majta, si thua CNN apo të tjerat, janë munduar të mbajnë një balancë për të thënë që për të rikujtuar ngjarjen e 2003 të sulmit në Irak, duke thënë që atëherë ndërhyrja ishte dhe rezultoi që ishte një mashtrim lidhja me armë bërthamore dhe gjithmonë bëjnë paralelizma, mos ndoshta po kthehemi me të njëjtën situatë si në atë kohë, ose është ngrit shqetësimi që në qoftë se Turqia, po themi që është një nga fuqishmit në rajon, mund ngre pretendime edhe ajo për të pas një armë bërthamore, për shkak se mund të shprehet që nuk ka besim tek autoritetet e Izraelit, për shkak se Izraeli tashmë bëri një sulm kundër Iranit ose kundër sovranitetit e një vendi tjetër, vetëm për faktin që mos të përpunohet uraniumi. Në qoftë se është ngrit në media ose në komentatorë të ndryshëm qëllimi që në qoftë se Turqia apo Arabia Saudite pretendon të ngrejë një pasurim të uraniumit për shkak mosbesimit që ka ndaj Izraelit, çfarë do të bëhet? Pra janë të gjitha diskutimet të cilat po vazhdojnë dhe mbahen edhe komentojnë në media të caktuar, por ajo është e vërteta që amerikanët në përgjithësi janë në mbrojtje dhe mbështetje të Izraelit
gjithmonë për qelësimin dhe po themi sigurinë e tyre në rajon, duke mos i rrezikuar qoftë për duke i mbrojtur apo duke i mbështetur. Por kjo ndërhyrja ushtarake ndaj një shteti tjetër, por llogarinë në një farë mënyrë të shtetit Izraelit ka hap diskutim të madh, qoftë edhe nga mes republikanëve, demokratëve që janë të ndarë dhe të politizuar siç janë tashmë edhe shoqëritë. Por gjithçka thash në komentet e ndryshme që mbahen, diskutohet se cila është e drejta ajo çfarë bën apo nuk është e drejtë. Duke qenë që kanë edhe deklarata kontradikte me njëra tjetrën, kjo ka ngritur edhe dyshime mosbesimi për shkak se mos harrohet me 26 mars ishte vetë drejtoresha e sigurisë kombëtare, e cila tha që Irani nuk po pasuron uraniumin që nga viti 2003 e ka pezulluar. Dhe doli vetë presidenti Trump vetëm pak ditë më parë ose 2 ditë para sulmit tha që e ka gabim, nuk duhet besuar. Pra nuk i besonte shërbimeve të tij sekrete, duke qenë që mbështetej. Shërbimet e tij sekrete folën shumë para se sulmet të kishin nisur ose se rreziku ishte potencialisht aty në terren. Por më pas ato u riproklamuan nga presidenti Trump, i cili tregoi një lloj nuance mungese besimi që ishte një gabim vetë. Prandaj asokohet pyetën nëse kishte një mirë koordinim me Izraelin për të sulm para se gjithçka të ndodhte. Pra një plan i menduar. Liveze, ajo çfarë do t'ju pyes është një element më soft i këtij momenti ofensive, dhe është pikërisht për ngatresën që u bë lajmi o fundi sidomos të Ballkanit për më tepër në Tiranë. E kanë fjalën për ngatresën që bëri sekretari i mbrojtjes amerikane kur ngatroi Teheranin me Tiranën. A mos ndoshta kishte ndonjë objektiv Tirana në mendje, ndonjë plan i cili e ngatroi me Teheranin, se duken objektiva vështërsisht të ngatruar me njëri tjetrin, sidomos në një moment lufte, sidomos në një moment sulmi. Pse Tiranë në vend të Teheranit? Në fakt mediat këtu nuk i kanë dhënë shumë rëndësi, përveç mediave në Shqipëri që është dhënë një rëndësi e veçantë kjo pjesë, por këtu mediat nuk i kanë dhënë, e kanë cilësuar më shumë si një lapsus i cili mund të kalojë për çështjet ndoshta ngarkesave, emocioneve, të gjitha bashkë që deklaratës së tij në lidhje me ku po tregonin gjithë sulmin se si ka ndodhur. Mediat këtu nuk i kanë dhënë shumë hapësirë ose vëmendje këtij fakti, por mos harrojmë që kemi kontradikta të ndryshme, qoftë edhe të deklaratave të bërë nga sekretari i mbrojtjes, ndoshta edhe për faktin që nuk e dihet sa mund të jetë sepse që në kohën e emërimit të tij është diskutuar që ky është një njerëz pa eksperiencë, nuk e njeh të fush, pavarësisht që ka qenë ushtarak dhe ka pas probleme në lidhje me emërimin e tij, ka pas gjithmonë diskutime. Duke qenë që mungesa ndoshta edhe eksperiencës ka bërë një gjë të tillë. Mos harrojmë që Ted Cruz, senatori i njohur dhe me ndikim të madh në Kongresin apo në Senatin Amerikan, nuk kishte idenë se sa është numri i popullsisë në Iran, pavarësisht që kërkonte të sulmojë ushtarakisht, apo nuk kishte idenë se çfarë etnie jetojnë në Iran. Pra ndodh që ngjarje të tilla kanë pas po themi efektin e mungesës së informacionit, por nuk e di, nuk ka ndonjë dhënë që Shqipëria apo Tirana ka qenë ndonjëherë objekt, qoftë ndonjë sulmi siç abuzohet, ndoshta është fjalë e madhe, po është diskutuar në Shqipëri gjasme të sulmit ndaj në Mans apo diçka tjetër me raketa. Gjithmonë sulmet kibernetike kanë qenë dhe tashmë dihen edhe nga autoritetet amerikane, por ndonjë sulm tjetër nuk besoj që ka pas ndonjëherë në plan, thjesht përveç konspiracionistëve të cilët mendojnë që ngrenë teoritë, por mediat këtu e ngrenë shqetësimin për bazat ushtarake të amerikane që janë në vende të ndryshme, qoftë edhe në Kosovë, kanë ngritur si shqetësim edhe faktin që janë të ekspozuar ushtarakët që cilët ndodhen në Kosovë ndaj ndonjë sulmi të mundshëm nga Irani, por është gjasa minimale për shkak se në zonën e Xhirit janë rreth 40 deri 50.000 ushtarak amerikan dhe gjithmonë synimi i Iranit ka qenë ose mendohet që mund të jetë sulmi ndaj këtyre bazave ushtarake të cilët ndodhen në zonën e tyre në Xhirin. Dhe vendi si Kosova apo vendet ndryshme të Evropës është shumë e largët dhe është në po themi në një pamundësive për të ndodhur një gjë e tillë. Minutat e fundit komunikimit do dohet më riktheni zotin Veza edhe një herë para se të përshëndetemi. Zoti Veza, duke marrë shkas edhe nga elementi që ne vulën në dukje zoti Beqa, a është e vërtetë që është konstatuar dhe ka filluar të proklamohet mëzëshëm një lloj zbehje masive mbështetjes për Izraelin, ndoshta edhe për shkak të lobimit potencial të lobit izraelit brenda Shtetit të Bashkuar të Amerikës, por ndoshta edhe për aktet të cilat ka shërbyer si katalizator për t'i kryer Shtetet e Bashkuar të Amerikës, ndoshta për hir të agjendës dhe interesave të tyre. A është e ndjeshme sot kjo SBA? Shiko, unë në po themi në daljen ose pak minuta më parë folja se çfarë po thonë media dhe çfarë po komentohet në media. Në qoftë se do ishte qëndrimi im personal, unë jam shtetas amerikan, jam shtetas shqiptar dhe shtetas amerikan. Deshe
presidenti amerikan është komandanti i ushtrisë që edhe unë jam pjesë e këtij shteti. Por arsyeja se pse ka ndodhur gjithë kjo, ndoshta edhe qëndrimi, po ju kthehem pak pjesës të regjimit, ndryshimet të regjimit. Unë mendoj që duke qenë që këto po këmbgulin që ne nuk po sulmojmë për ndryshuar regjimin, por po ndryshojmë ndoshta edhe në zë ato se çfarë thot zoti Çeguj, po ideja është që ata nuk duan thonë të ndryshojmë regjimin sepse është një precedent i rrezikshëm në zonë, sepse është frika në çfarë reagimi do ketë Kina ndaj Tajvanit, është frika e Rusisë, është frika e Pakistanit, si çfarë qëndrimi do mbaj. Dhe të gjitha këto kanë bërë që vetë që po themi administrata amerikane mos jetë e fokusuar te pjesa e ndryshimit të regjimit, por mbiem kësaj këmbanës tjetër, ndoshta edhe për shkak se nuk kanë marrë miratimin nga Kongresi. Është e vërtetë ajo që tha parafolësit që në Kongres duhet marrët lehe për ndërhyrjet ushtarake, vetëm në rastet emergjence. Dhe ajo çfarë po diskutohet këtu është si ka mundësi dhe disa pyetje janë bërë ndaj presidentit amerikan, të cilat presin një përgjigje ndoshta në një moment caktuar kur dal para mediave, ishte se pse erdhi ky nxitim, a ishemi në kushtet e emergjencës që Amerika duhet të ndërhyjë në Izrael, në Iran? A ishim në kushtet që po rrezikohej, po themi, sistemi sigurisë apo Amerikës për shkak të kësaj ndërhyrje, sepse vetë presidenti Trump duke bërë këto pyetje që kryesisht janë retorike dhe vijnë nga skeptikët, a duket se japin furnizim edhe më shumë tezës që ndoshta ky ka qenë një plan i mirëmenduar dhe i përgatitur paraprakisht në koordinim me SBA-s dhe Izraelit? Për ato thash që duke qenë që mediat këtu, ose të majtët, qoftë edhe republikanët brenda republikanëve, ose të pjesë të magës kanë ngrit këto pyetje, që ne, as presidenti amerikan, as zëvendës presidenti, as ministri ose sekretari i mbrojtjes, nuk e sqaruan që pse u dhan ia fat 2 javor dhe pse ndryshoi ky plan dhe u bën ndërhyrje brenda 2 ditësh, dhe për këtë fakt ka ngrit, po themi, këto dyshimet dhe se cili ishte arsyeja që u ndërmor kjo iniciativë. E t'i kthehem pak pjesës pastaj të besimit. Ndoshta edhe unë jam i dakord me ato se çfarë tha mentori, që një pjesë e caktuar e komentatorëve këtu e kanë diskutuar që ky është momenti i duhur që duhet mbështet Izraeli për sulmu Iranin. Pasi ne e dim shumë mirë tashmë që Netanyahu e ka një politikë të tillë që nga 2003-2005 kur deklaronte që brenda 2 javësh Irani do pasurojë armën bërthamore, brenda kemi edhe 6 muaj kohë, kemi edhe 3 muaj kohë shkua për ndërhyrje, por asnjë nga presidentët më parshëm nuk e kanë ndjek në këtë rrugën të cilën Netanyahu e ka bërë deklaratë. Duke qenë këto deklarata të mëhershme dhe fakti se si kishte ardhur situata në lindjen e mesme, që ne e dim gjithë tani se si është gjendja atje për shkak të trazirave në Siri, në Libi, në Irak, në Afganistan, domethënë të gjithë zona ndër është e trazuar, në fakt nuk ka më qetësi nga imponimi i rregullave demokratike, si në cilën e tha shumë mirë mentori. Është momenti ndoshta edhe këtu ishte ideja që vetëm presidenti Trump dhe marrëdhënia e tij me Netanyahu mund të bënte një ndërhyrje të tillë, ose ishte koha për ndërhyrje të tillë. Dhe kjo është pikpyetjet e mëdha të cilat i ngrenë edhe vetë republikanët, disa pjesë të caktuar të cilat emra i përmendëm edhe ne, ose parafolësit në studio, që a ishte ky momenti që duhet dhe nuk do kishte një moment tjetër. Kjo mbetet për të parë në ditët vazhdim se cili ishte, po themi, qëllimi kryesor. A ishte me të vërtetë ndryshimi i regjimit, a ishte thjesht mbështetje e Izraelit për të fituar ose për të fuqizuar Izraelin në zonën e caktuar, për shkak se vetëm Irani në atë kohë, po themi, kishte pretendime për dominimin e ushtarakisht ndaj Izraelit, dhe asnjë nga vendet tjera të regjionit. Jemi koshient, qoftë Egjipti, Jordania, Jemeni, Arabia Saudite, me të gjithë thuajse janë relacionet të marrëdhënie të shkëlqyera ose të mira me Izraelin, vetëm Irani kishte mbetur. Dhe kjo është diskutuar edhe në mediat këtu, që mos ndoshta ishte një imponim që Netanyahu ja bëri presidentit amerikan për të ndërhyrë këtë ushtarakisht në këtë luftë. Por thash, kjo mbetet për të parë në ditën e vazhdim, ndoshta edhe me sqarimet që mund dalin vetë presidenti, zëvendës presidenti apo personat lashtë të tjerë, sepse ishte pikërisht ky momenti i cili ishte ndërhyrja. Dhe çfarë rrugë do ndiqen, sepse pas sulmit që është bërë sot në Arabi Saudite, në Katar, besoj që Amerika do të ndërhyjë përsëri, duke qenë që presidenti Trump e ka paralajmëruar një gjë të tillë që në qoftë se do sulmohen bazat ushtarake amerikane që janë në lindje, ne do të kundërpërgjigjemi më fort dhe më lehtë, për shkak se pretendohet që aviacioni iranian tashmë është i kolapsuar.
Të shohim indikacione nga Ruling Situation e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, flasin për mediat amerikane që nuk ka për qëllim për një kundërpërgjigje të paktën të shpejtë orëve të ardhshme. Le të shohim se cila do të jetë vendimarrja, besoj do të komunikohet publikisht. Sotideza unë ju falenderoj që kontribuat drejt për drejt nga SHBA për debatin e kësaj mbrëmje. Faleminderit për ftesën dhe suksese të tjera.